Në prag të festave të fundvitit, Bashkia e Tiranës do të shpërndajë rreth 3.000 dhurata për fëmijët e qerteve. Vetë kryebashkiaku Lulzim Basha ishte në Çerdhen Zërat e Jetës në njësim bashkiake numër 11, ku ka ndarë dhurata për të gjithë fëmijët që marrin shërbim në këtë institucion. Ndër të tjera, Basha ka premtuar më shumë vëmendje dhe investime për këtë kategori. Sot ka nisur shpërndarja e dhuratave për fëmijët e Çerdhes. Me kënaqësi të madhe dua të njoftoj se të gjithë fëmijët e Çerdheve në qytetin e Tiranës do të marrin dhuratën e vitit të ri. Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me donator të Fondacionit Zviceran SFI dhe UNICEF-in ka bërë të mundur 3.000 paketa dhuratash për fëmijët e Çerdheve të kryeqytetit, të cilat shpresoj që do të sjellin edhe më shumë hare dhe gëzim tek ta fëmijët vegjël dhe nëpërmjet fëmijëve tek familjet e tyre, dhe t'ju uroj voglushve, të Çerdheve, kopshteve, shkollave të Tiranës dhe prindërve të tyre një fund vit sa më të gëzueshëm dhe gëzuar vitin e ri. Dhuratat janë sponsorizuar nga Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me donatorë të Fondacionit Zviceran dhe UNICEF.